Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, jemi mbledhur sot në këtë seancë solemne që së bashku të kremtojmë ditën e madhe të Kosovës, 17 shkurti, ditën e pavarësisë. Dita e pavarësisë së Kosovës ka dimensione të shumëfishta. Ajo është një ditë e përkujtimit për të gjithë ata qytetarë të Kosovës që në kohë të ndryshme, në rrethana të ndryshme, vende të ndryshme dhe mënyra të ndryshme punuan për këtë ditë të madhe. Ata dhanë gjithçka nga vetja e tyre, jetën dhe mundin, dijen dhe pasurinë, u vranë në betejë dhe u shkatruan burgjeve, përjetuan dëbimin dhe persekutimin. Vetëm dhe vetëm që dita e lirisë dhe pavarësisë të zbardhë një ditë mbi qiellin e Kosovës. Ata ishin nëna dhe baballarë që gjatë një shekulli robërie edukuan gjeneratat e Kosovës me idealin e lirisë e të pavarësisë. Ata ishin të burgosur politik, intelektual e veprimtar të pathyeshëm për të drejta njerëzore. Ata ishin arsimtar dhe mjek të Kosovës, gazetar, bujq, minator, drejtimtar, të rinj dhe të moshuar, vajza dhe djem. Ata ishin luftëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lavdi dhe nderim të përjetshëm grave dhe burrave të Kosovës që e bën të mundur këtë ditë të madhe të sotshme. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, miq të nderuar ambasador, 17 shkurtin duhet ta përjetojmë edhe si një ditë të madhe të nderimit për miqtë tanë ndërkombëtar, miqtë e lirisë sonë. Ata ishin bashkë me ne në rrugën tonë të lirisë dhe të pavarësisë. Në vitet e vështira të rezistencës paqësore, kur bota po hinte në trazirat e postkomunizmit, ata na i hapën dyert, e dëgjuan zërin e një populli të shtypur dhe na ndihmuan që ky zë të bëj edhe më i fuqishëm. Dhe me 5 mars 1998, kur në prekazin e Adem Jasharit nisi kryengritja e ushtrisë lirimtare të Kosovës, e pranuan të vërtetën e madhe, se kjo kryengritje në themel të saj kishte vetëm një ideal, lirin, vlerën më të madhe të vetë civilizimit perëndimor. Kosova u përgjak, ndodhi dëbimi, masakrat, ndodhi edhe reçaku, por ne nuk u thyem, si rrjedhoi erdhi edhe intervenimi e Aleancës Veriatlantike në pranverën e vitit 1999. Bota dhe Kosova po përjetonte një ngjarje madhështore në historinë e njerëzimit. Vlerat morale dhe humaniste po triumfonin mbi doktrinën e realizmit politik. Parimi të drejtave njerëzore mbi doktrinën rigjide të një sovraniteti formal shtetëror, dhe respekt dhe nderim të përjetshëm për gjithë ata lider politik të botës perëndimore, nga Washingtoni, Berlini, Parisi, për gjithë ata general dhe ushtar të Aleancës Veriatlantike, për gjithë ata gazetar e intelektual të botës që u rreshtuan në krah të Kosovës në ditët e saj më të vështira. Ata e ndihmuan lirinë e saj dhe bërin e saj shtet. Kosova do të jetë për jetë mirënjohëse. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. 17 shkurti, dita jone e pavarësisë, është edhe ditë e vlerësimit për punën tonë të përbashkët. 7 vite pas shpalljes së pavarësisë ne duhet të shohim rrugën që kemi ecur në ndërtimin e shtetit tonë të lirë dhe demokratik. Janë bërë vërtet hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Hallkat bazike të shtetësisë janë konsoliduar. Zhvillimi demokratik i institucioneve ka ecur përpara. Vendi gëzon një stabilitet të qëndrueshëm makroekonomik dhe rritja ekonomike ka ritme pozitive. Por një gjë duhet ta pranojmë që të gjithë. Vetë për vetëmburrje nuk ka. Projekti i shtetëformimit vazhdon të përballet ende me sfida të mëdha. Ndonë se kemi arritur një numër prej 108 njohjesh nga shtetet anë kënd botës, jemi bërë pjesë e një numëri mekanizma ndërkombëtar, na mbetet ende punë e madhe për të përmbyllur subjektivitetin tonë ndërkombëtar. Pengesat janë të mëdha, por të njëjtën kohë dhe mbështetja është shumë e madhe nga miqtë tanë ndërkombëtar, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Ne duhet të vazhdojmë të punojmë në partneritet të thellë me ta, sepse vetëm përmes këtij partneriteti ne mund të ecim përpara. Ne duhet të ruajmë e të thellojmë raportet me miqtë tanë ndërkombëtar.
Mbi këtë bazë ne kemi përqafuar edhe platformën e dialogut me Serbinë. Dialogi mbështetur nga Washingtoni dhe Brukseli. Dialogu për ne është nevojë, është standard, partneritet dhe instrumenti më i mirë për të fituar paqen. Kosova do të dalë e fituar nga ky dialog. Me planin e brendshëm kemi bërë hapa të rëndësishëm në procesin e konsolidimit të shtetit tonë, por edhe sfidat ende mbesin të mëdha. Në rend të parë është sundimi i ligjit. Pas 7 vitesh pavarësi është koha e fundit që Kosovën ta heqim nga lista e vendeve ku sundimi i ligjit ka ende probleme. Rreziqet janë të mëdha nëse nuk e arrim këtë qëllim. Pas sundim të ligjit nuk do të ketë përparim në integrimet veriatlantike. Pas sundim të ligjit ne i shtym qytetarët që të humbin besimin tek shteti i tyre. Pas sundim të ligjit askush nuk do të ndjehet i gatshëm të investojë kapitalin e tij në një biznes afatgjat ekonomik në Kosovë. E pa investime nuk mund të kemi as rritje ekonomike. E pa rritje ekonomike nuk zboglohet papunësia, as nuk do të rriten të hyrat e shtetit. Pra ta bëjmë sundimin e ligjit, moralin ton, nderin ton, patriotizmin ton. Le t'u tregojmë atyre që na ndihmuan, se ne e merituam për krajin e tyre, por në të njëjtën kohë t'ju tregojmë edhe atyre që ende nuk na kanë njohur, që ne e meritojmë njohjen e tyre. Le t'ju tregojmë edhe gjeneratav që do të vinë, se ne e bëjmë Kosovën shembull të zhvillimit, paqes, stabilitetit dhe bashkëtesës pa dallime etnike dhe fetare. Gjeneratav që vinë, fëmijëve tanë, le t'u japim mundësinë të jenë krenar me ne, me Kosovën që do të lëmë si trashëgim. E të japim shembullin e një shteti ku dallimet në identitet mes nesh nuk janë kërcënim, por pasuri dhe përparësi për zhvillim. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, ne nuk kemi dilema për vlerat tona. Kjo na bën të sigurt në rrugën tonë të zhvillimit dhe integrimeve. Në historinë e formimit të shteteve, Kosova është një tregim i suksesit dhe lajmet negative që her pas here dëgjohen nuk do të mund të rrezikojnë këtë fakt. Kosova kur nuk ka qenë, as nuk do të jetë vend që gjeneron ekstremizëm. Toleranca është shpirti ynë. Kosova kur nuk ka qenë dhe nuk do të lejojmë të bëhet vend i shpresave të humbura për qytetarët e saj. Qëndrimi në atë dhe është shpirti ynë, jo ikja prej tij. Ndryshimi në atë dhe është detyre jone përbashkët. Kosovën do ta bëjmë ashtu si e deshtën paraardhësit tanë, ashtu si që duan pasardhësit tanë. Gëzuar të gjithëve dita e pavarësisë. Faleminderit.